Zoti Berisha tha sot që i mbështesin protestat. Madje ka ftuar të gjithë demokratët mbështetin i protestat. Ai është mashtrues kalibri. Lidhje ndërkombëtarëve që të mbështesin protestat. Ai është mashtrues kalibri, sepse i kishin bërë diversion atyre djemvet që kur thonë ata Ramanburg, Berisha në burg, ta heqin atë Berisha. Po ata nuk e heqin. Janë rryma të caktuara, thonë. Jo, ata janë të unifikuar. Unë i kam takuar. Janë rryma të caktuara që spinojnë për të bërë brohurima të tilla. Jo, janë të unifikuar. Këtë keni sigurt nga unë. Pauzat thonë demokratët janë të njëjtë. Ato çfarë kemi kërkuar ne? I kam parë ata unë që erdhën demokrate hallet gjithë e varur, ngre ato dy gishtat që nuk u din as kuptimi, se ai vdes për simbole. Dy gishtat ju e dini Winston Churchill në luftën e dy botërore, Victory. Dhe mbaroi historia, asnjë vend demokratik i botës nuk i përdor simbolet. Vetëm këtu në Shqipëri, ku s'është kur demokratike. Pse se ai s'rron dot pas simbolet. Dje kishte grushtin e Enver Hoxhës, tani do dy gishtat. Dhe ka gjetur ata njerëz atje, unë s'kam ngritur kur dy gishtat. Pse? Demokrat njeriu është vet. Nuk janë dy gishta që të bëjnë. Më duke shumë e shtirur, ironike. Është të mos teme neveritshme. Në 90-ën kishin kuptim dy gishta? Liri dhe demokraci? Unë që atëherë si kam ngritur. Që atëherë. Të themi fragment që dhe ligjesh në libër. Në vitin 1994, ky hodhi parullën atë kohë që bashkëfajtore bashkëvujtës. Do me dhe mua, që mendoj që sigurisht i partisë të ti, tani unë t'isha bashkëfajtor, edhe bashkëvujtës. Unë e thash të gjë në mjedis në Elbasani dhe më ka thirrur kryetari, ai shefi i shërbitit informativ të kohës Bashkim Gazetete, dhe më tha, i thash filluat, edhe tani vazhdon avazi. Si jam dakord i thash. Më tha ule zërin se unë e ngrëz zërin, kështu e kam timrin e zërit. Edhe masë më kam mbrojtur kjo gjë. Nuk jam nga ata skudhat që të më dëgjohet zëri. I thash filluat i thash avazi. Po jo tha, e di reputacionin tënd në Elbasan? I thash e di, po s'më bë përshtypje. E po kur e thua ti tha, të besojnë ata. Po kjo është e vërtetë i thash. Unë nuk kam pse të jem bashkëfajtor. Bashkëfajtor janë kriminalët e rrejut të diktaturës së Enver Hoxhës, bashkëpunëtorët sot këta që kanë këta patronazhista, e kanë përkthyer, kam thënë në studio, janë fiks bitë e bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit. Shkruajnë ligësira për të fyer, për të denigruar, për të ulur imazhin e njerëzve të caktuar të cilët dalin në tabel. Se ata janë këta bashkëpunëtorë, nuk janë këtu me ne në studio. Ata janë poshtë tona, ku ka kanale të urrë rrezeza, që andaj shkruajnë. Në errësirë kanë kaluar jetën, në errësirë kanë lënë tani. Mirë, zoti Avari, ju keni qenë atje pothuajse çdo ditë? Po, për ditë. Po. Kështu që si e parashikoni vazhdimin e saj? Ja që do krijohet një parti e re, pra do prodhoj një subjekt të ri politik. Ty themi që ajo është, mendoj, është një lojë e tyre, inteligjente, sepse ka shumë njerëz që thonë, po çfarë? E atyre kujt? Me thënë janë disa organizatorë? Jo, ata kanë vetëm një grup caktuar organizatorësh. Një grup i caktuar janë, ata nuk kanë aty, me çfarë kam kuptuar dhe që më kanë thënë, me aq sa më kanë besuar të më thonë, është që ata janë aq të lirë dhe nuk ka linjë fare këtu majtas e djathtas. Kjo më çudit shumë. Dhe tjetra që më çudit. Unë i kanë në shtëpi. Majtas e djathtas po çfarë? Do më thënë, je i Saliut, apo je i këtij Ramës. Në këtë kuptim ata nuk kanë, janë të unifikuar. Do më thënë, do jenë një parti e vetme. Dhe se si do e quajnë? Partit e reja? Partit e vogla, apo? Jo, ata nuk i duan dhe të vogla dhe kanë të drejtë. Asa të agron shenjë, ndonë se agroni midis të ati qore e tyre labajt është për mua është më... Por do më thënë, janë edhe për te partive të vogla? Janë, po, janë edhe s'janë. Ato dhe bëjnë me konsensus. Po ajo që mua më bën përshtypje, që ta di dhe opinioni. Unë i aty në orë 10 e cakshu, dhe ata marrën në rrugëve Tiranës. Të pa, si të them, të fuqishëm, të pa dorëzuar, janë në këmbë dhe sa çdo ditë që kalon, që ky thot në i fjalë, ata jo e vërsojnë, për shembull mbrëm thanë, sot ky ka 35 vjetorin e Partisë Socialiste. Do ketë një miting në sheshin Nën Tereza, shumë afër protestës. Shiko tani, to janë alibit e këtij se 35 vjetori nuk festohet. Po ky tani s'ka si zërkon sepse është në gjendje të rëndë, kupton. Ka bllokuar dhe rrugët për të garantuar sigurinë.